Mirëdita të gjithëve. Po sikur të thoshe që Elon Musk pretendohet që nuk është njerëzor, pra është diçka tjetër, ju do ta besonit? Normal që jo. Megjithatë ne duhet që ta diskutojmë, do se kjo është një teori konspirative. Dëgjojeni me vëmendje sepse e thot një njeri që është, le të themi, një personazh që ka vite që thot se ka kontakte me forma të tjera jete. Si gjithmonë, kush është rastisht dhe nuk e ka bërë, bëjni like faqes dhe videos si të shihemi sërish dhe ju falenderoj që jemi për bashkë. Një zotëri që është nga Argentina quhet Matias De Stefano. Matia De Stefano është një 30 ca vjeçar. Ky që i vogël kishte kontakte me forma të tjera jete. Dhe ju shfaqen, siç e tregon ky, kur ky mbushi 7 vjeç, një gjë e tillë. Pra ai kishte qenë fillim kontakte gjithmonë, por kur ishte 7 vjeç ju shfaqen për herë të parë brenda dhomës së tij. Pra kjo është e vërteta që tregon ky Matias. Dhe nëpërmjet këtyre kontakteve, normal që ne le t'i marrim këto si teori konspirative, por dëgjojeni. Këto kontakte ai thotë që i ka të drejtë për drejta. Pra si mund të shohësh një njeri. Dhe thotë që nuk janë, sepse disa mendojnë që janë njerëz, janë specie të një dimensioni tjetër, janë me kokë të madhe apo ku ta di unë. Ai thotë që janë tamam si njerëz, si ne. Vetëm që mund të ndryshojnë formën si të duan ata. Janë të zgjuar, janë super të zgjuar, super inteligjent, komunikojnë me anë të mendimit, komunikojnë me telepati edhe në distanca të mëdha. Dhe unë sa herë që kam bërë zgjidhje, thot ai, në jetën time, çdo zgjedhje që kam bërë, thot, unë jam vënë gjithmonë në kontakt me ta. Pra kjo për të kuptuar që ky Matias është një njeri që ka kontakte prej kohësh dhe këto kontakte që ai thot që i ka të drejtë për drejta. Dhe sipas tij në një mbledhje, si mund të quhet mbledhje, nuk e di, në një mbledhje që ai kishte bërë me këto speciet ose me këto qenjet që e përsëris edhe një herë, janë tamam si njerëz. Me një fjalë, ai thot kanë fytyrën e njeriu. Tani kështu më shfaqen mua, unë nuk e di thot, por më shfaqen tamam si njerëz. Veç se mund të zhduken ose të duken, të shfaqen nga hiçi pa asnjë problem. Mundet, me një fjalë, në sytë e mi thot. Ndoshta ata janë aty, por ndoshta kjo bëhet për sytë e mi, unë nuk e di thot. Dhe sipas tij, në një nga këto mbledhjet, një nga këto speciet i ka thënë që Elon Musk thot e kemi vendosur ne. E kemi vendosur ne sepse duhet të ndryshojë disa gjëra të rëndësishme. Por shpresojmë thot që mos ndryshojë rrugën kur të vi momenti. Tani pikë së pari, dëgjoni me kujdes sepse është vërtet shumë kurioze. Tani pikë së pari ai thot që po ta shikoni thot Elon Musk se së pari duhet të dini që sipas specieve që thot ai nuk quhet Elon Musk, por quhet Elohim, një gjë e tillë. Duhet të dini që Elohim janë ata Elohimët e Biblës. Nëse keni dëgjuar ato që thot ai Mauro Bilino, e mbani mend, kemi folur për ta apo jo. Elohimët tregohet që janë specie që kanë krijuar njeriu, janë tamam si njeri, por kanë krijuar njeriu. Dëgjojeni me kujdes. Dhe sipas tij, ai me anë të këtyre kontakteve, pra duke qenë një super i zgjuar, ai bëri disa lëvizje, pra Elon Musk bëri disa lëvizje që ndryshoi jetën e njeriut në këtë planet. Duhet të dini që nga PayPal-i, pastaj nga X-i, nga teknologji të tjera, por po ta shikoni, është njeriu një, me fjalë deri para pak kohësh ishte njeriu më i pasur në botë, nuk e di është më apo jo tani, por sidoqoftë është një nga njerëzit më të pasur në botë. Si është e mundur që njeri i tillë, me një fjalë, që kur ishte i vogël, ndryshoi botën. Pra kjo të bën të mendosh që ka diçka në të. Megjithatë, ky Elohim që i thon këta, sepse e përsëris, Elohim janë, për ata që nuk e din, sepse kemi bërë një video, por unë do ta përsëris prapë, sepse disa nuk e kanë dëgjuar ndoshta, ose nuk e kanë parë. Sipas disa të dhënave, këta Elohimët ishin 12 Elohim, të paktën kështu thuhet, të ardhur nga një tjetër dimension, nga një tjetër planet, ne nuk e dim këtë, dhe këta
krijuan njeriu, por si e krijuan njeriu? Nga primati, pra mes majmunit dhe ADN-s së tyre. Duke bërë këtë ngjizje, bën njeriu që njohim sot, me një fjalë, dhe e kanë modifikuar në vite. Nuk është vetëm një herë, por e kanë vazhduar që ta modifikojnë. Tani, në fakt, ne nuk e gjejmë hallkën që mungon nga majmuni në njeri, se si jemi kthyer nga majmuni në njeri. Dhe ky është problemi kryesor. Pastaj ne kemi një kohë shumë të shkurtër, sepse thuhet që këta Elohimët jetojnë shumë gjatë. Dhe ne kemi një kohë mjaft të shkurtër dhe ne nuk mund të kuptojmë një fjalë sepse ADN-ja pas një farë kohe shpërbëhet dhe nuk mund të gjesh fakte. Megjithatë, doja t'ju thoshe që po sikur të jetë e vërtet që ky Elon Musku të jetë me të vërtet një Elohim. Ju si mendoni? Bile ata thonë që është një Elohim i maskuar. Në fakt, Elon Musk, po ta shikoni, Elohim, Elon Musk, Elohim i maskuar. Pra, këtë i kanë thënë këto speciet këtij Mattias De Stefano. Dhe duhet të dini që ky Mattias De Stefano është regjisor, është një personazh publik, ka bërë me qindra intervista se e pash. Tani nuk është vetëm pse e thot ai. Unë e kam dëgjuar edhe në vende të tjera këtë, të njëjtën bisedë, jo që quhet Elohim etj etj, por kam dëgjuar të njëjtën bisedë që thonë që Elon Musk nuk është njerëzor. Tani ndoshta nuk është brenda tij, sepse atë që shohim ne, për shembull ai po plaket, apo jo. Kështu që ne atë që shohim, të paktën kështu si shfaqet, nuk e dim tani, sepse nëse është një specie e zhvilluar, mund të shfaqet si të dojë dhe ne mund të na duket sikur po plaket, mundet. Dhe në të vërtetë ai nuk është plakur as pak, ose mund të jetë një formë tjetër që ne nuk e shohim. Pra, munden shumë gjëra dhe ne nuk mund ta kuptojmë sepse senset tona janë vërtet të limituara. Megjithatë, ju çfarë mendimi keni? Po ta shikoni, siç e përsëris edhe një herë, Elon Musk ka një pjesë të madhe, pothuajse 1/3 e parave të një grupi njerëzish që vendosin si mund të quhet inflacioni në botë. Pra, po ta shikoni, Elon Musk është vërtet një kolos i financës, një kolos i zhvillimit teknologjik, sepse po ta shikoni, të gjitha ato që ka bërë deri tani Elon Musk, mund t'i bënte vetëm një mendje zgjuar. Sa e zgjuar është kjo mendje, sipas jush? Është një paradoks ky, apo jo? Ju si thoni? Me një fjalë, ju mendoni që mund të jetë alien, po apo jo? Sepse në disa tekste tregohet që para shumë viteve, që nga vitet 70, faktën kështu thuhet, tregohet që Elon Musk është përmendur që do bëhet i famshëm, me një fjalë, dhe do arrijë në Mars. E kisha lexuar këtë në një libër dhe nuk e mbaj mend çfarë libri, por do ta gjej, po pak rëndësi ka, por doja ta thoshe që edhe të tjerë flasin për këtë teori konspirative. Megjithatë, po sikur ata të jetojnë këtu mes nesh. Me të vërtetë, jetojnë mes nesh dhe njëri ta quajnë Elon Musk, njëri ta quajnë si të doni ju, apo ku ta di unë, dhe të dominojnë njeriu. Nëse e keni parë kohët e fundit, këto ditët e fundit, po flitet shumë për alienët, po flitet shumë që ata do shfaqen, po flitet shumë për Barack Obama, edhe Trump, të gjithë. Dhe diçka polvron. Për mendimin tim diçka polvron, por është e vështirë ta kuptosh tani. Do kuptohet pas disa viteve. Megjithatë, ndaj diskutojmë këto sepse informohemi më shumë. Ju çfarë mendimi keni? Pres komentet tuaja, ditë të mbarë dhe punë të mbarë. Ju përqafoj.